Ai ka qenë një nga figurat kyçe të politikës shqiptare. Mjafton të kujtojmë faktin që në moshën 38 vjeçare u zgjodh kryeministër për herë të parë, edhe pse këtë post e ka mbajtur plot 3 herë. Po flasim për Fatos Nanon. Jeta private e ish kryeministrit ka zgjuar gjithmonë interesin e publikut. Nano ka qenë student ekselent, ndërkohë që pasi ka mbaruar studimet, ka qenë i përzgjedhur nga vetë Nexhmia Hoxha për të punuar te Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste, institucion që drejtohej vetë nga Nexhmia. Edhe pse kishin një marrëdhënie të afërt pas demokracisë, rrugët e tyre u ndan për të takuar më pas në ambientet e burgut, ku të dy vuajtën dënimet e tyre. Me futjen në burg të Fatosit, shumë gjëra në jetën e tij ndryshuan. Miqtë e tij shprehen se Fatosi pinte në burg rreth 60 cigare, e më pas me këtë ritëm vazhdoi edhe kur doli nga burgu. Por me sa duket, kjo mënyrë jetese e Nanos ju përkthye në probleme me shëndetin dhe prej ditësh ai ndodhet në gjendje të rëndë në spital. E pyetur për Fatosin gjatë intervistës së fundit të jetës së saj që dha Nexhmia Hoxha, ajo shprehur se kur Fatos Nano ishte në institut me mua, ka qenë shumë i rregullt, as cigare dhe as raki nuk përdorte, por këto vese atia solli demokracia, se në sistemin komunist gjërat ishin ndryshe. Nexhmia tha: "Ju gjithmonë keni dëshirë të flisni keq për atë sistem, po ja ku po ja u them sot dhe mbajeni mend se shumë vese që marrin njerëzit në sistemin e ashtu quajtur demokratik do ju sjellin probleme me shëndetin në një të ardhme shumë të afërt."